Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhën në kanalin tim. Për të gjithë ju që po shikoni fytyrën time për herë të parë, unë jam Wenxhi. Edhe sapo janë zgjuar nga gjumi, më falni për flokët, mos u tremni, do t'i rregulloj. Atëherë, siç po e shikoni nga titulli, sot është fundjavë, është shtunë, edhe unë mendova që pse jo mos t'ju marr me vete në ditën e sotme, sepse kemi një aktivitet shumë të lezetshëm që ne e bëjmë zakonisht me shokët tanë, me grupin tanë që kemi formuar këtu në Gjermani. Dhe do bëjmë një mbrëmje lojrash, një fundjavë shoqërie. Edhe unë akoma bebin e kam brenda. Si që shikoni, deri këtu, edhe nga këtu e poshtë jam shumë okay, po këtu, mashallah. Quni është i madh. Atëherë, neve hëngrë mëngjes, unë nuk e filmova pjesën jo po kur u zgjova, jo po kur dola, ndërkohë dita ime nuk ka filluar tani, dhe pse tani hëngrë mëngjes, unë jam ngritur shumë herë, në orën 6:30 kam filluar të bëj ecjen e mëngjesit prej 10.000 hapash, kam bërë blerje marketin e fermerëve dhe kam marrë shumë gjëra të mira bio. Unë këto domatet njerëz i has si me qenë moll. Kish burim, për të gjithë ju që nuk e njihni. Unë kam premtuar që do ju çoj byrek edhe petulla shqiptare. Kur kemi bërë një mbrëmje tjetër, kam bërë disa petulla, po i kam bërë me brum prej qiqre, me miell prej qiqre, duke qenë se mielli i qiqrave nuk ka ato glutenin dhe nuk ka ato sheqernat që ka mielli i bardhë. Por këtë herë nuk po e bëj për vete, po e bëj vetëm për atë dhe do bëj tamam petulla shqiptare. Miellin, brumin e kam zënë dhe është gati për ta skuqur. Si e kam zënë brumin, kam marrë miell të ngrohtë. Kam ngrorë një filxhan qumësht dhe i kam hedhur majan. Pastaj i kam hedhur një filxhan po ashtu të ngrohtë me ujë dhe i kam hedhur pastaj pak sheqer, pak krip që ta aktivizohet majaja mirë, me sheqer aktivizohet më mirë, po edhe me krip i kam hedhur që ta neutralizoj atë shijen e sheqerit. Po pak, shumë pak, një majluge. Dhe pastaj i hodha miellin e bardhë, të cilit i kisha shtuar edhe pak sodë buke ose pluhur pjekës. Sepse nuk e di si më duket se sodë buke është në shqip. Kështu. Tani brumin e lash edhe ka ardhur, dhe ja tregoj. Dhe tani do ta skuqim. Edhe ja si është. Këtë pra trashësi duhet ketë që t'jeti lëvizshëm. Këtu do hedh shumë vaj, sepse është shumë mirë kur ka shumë vaj dhe fillojnë edhe aktivizojnë direkt, pra skuqen direkt. Unë ndërkohë për të hedhur miellin, ose do marr një luk, edhe do ta pikoj aty se mielli është i butë, nuk kapet me dorë. Ose unë shu e bërë pasën, e fut në një qese miellin, e pres qesen këtu në fund dhe pastaj thjesht e shtoj aty duke e prerë me gërshër. Kështu do bëj. Po e hedh brumin këtu, sa të mundem. Ja ku është byreku im, fantastik fare. Edhe këtu kam petullat, kam mjalt, djath edhe marmelat, reçel. Kështu që këto janë gjërat që ne do sjellim me vete dhe Stefani birë pa alkool, se tani nuk i dihet kur duhet të shkojmë në spital, nuk do t'jeti pirë. Kështu që gati jemi, po marrë dhe këtë foljen me vete, sepse këtu janë të nxehta edhe mos të më bëhet me ujë. Okej, ikim.
gati, si që ja u tregova, ushqimet janë gati. Unë kam veshur diçka të rehatshme, pantallonka, tuta edhe bluzë. Dhe para se të shkojmë te locationi, do shkojmë në një dyqan, që është dyqan kostumesh, për shumë për Halloween, me tema të ndryshme, që të gjejmë për shumë ndonjë gjë, që ka temë magjistart Harry Potter, sepse dhoma ku do e bëjmë sot lojën do jetë një dhomë Harry Potter. Do jetë një dhomë që ka të gjitha rregullimet me temë librat edhe filmat e Harry Potter, kështu që do shkojmë me Stefanin mos gjejmë ndonjë kapele prej magjistarit, ndonjë pelerin, ndonjë shkop. Edhe pastaj do nisemi direkt tek locationi. Kështu që shkojmë se kemi punë për të. Apo erdhem në dyqanin e kostumeve dhe do shikojmë çfarë mund të gjejmë këtu. Gjëra magjistarësh na duhen. Ha. Shqipëria, ue. Pse Gjermania ka vjedhur flamurin e Shqipërisë? Ha? Po. Shijona zemër. Hajde, ku do gjem tani? Harry Potter. Harry Potter. Po çfarë bën ky shkopi? Zemër më duket se ka një funksion, apo? Dhe ndritë ndoshta. Nuk e di, dhe këto syzet e Harry Potter. Po do shkojmë një poshtë të shikojmë çfarë ka poshtë. Hajde. Po është nona. Jo, hajde. Hajde poshtë. Ja ku janë ato. Shikoni? Ja. Dash ka shkop ky 50 euro. Po këto kapelat sa janë? Marrim këtë kapelen që është 8 euro, shikoni. Kjo. Kurse këto të tjerat pësen që kanë... dhe kjo 12 shumë e bukur, zemër. Kanë zëmir dashje. Da gibt's nog meer. Prekit se pas ka koma. Wow, so nice. Kapelen e gjetëm, do marrose këtë, kjo ishte 15 euro kjo, kurse kjo ishte 13 e zeza. Mirë, po donim të gjenim tani edhe një pelerin, po pelerina nga 50 nga 60 euro. Edhe, nuk e di. Shojmë, nëse do gjemë në një që të lirë mirë, nëse jo, nuk do bdej për një loj, 50 euro një pelerin. Tale? Shtefan, sa keqe dukesh. Unë mirë, mua më shkoka. Po duhet të gjem edhe një këshu pelerin. O zemër, po ja marrë dhe këta, u shiko këto janë 9. Atëherë kjo do jetë kostumi im. Dukem si një magjistar apo ja? Atëherë, vlerjet i bërë. Mora si përfundis vetëm kapelen dhe morëm dhe këtë syze të Harry Potter. Stefani do marri këtë shkopin. Dhe këtu janë gjitha lojrat që kemi marrë me vete për të luajtur. Tani jemi gati. Sa po arritëm, kjo është shtëpia. Do marrim gjëra tani, do vendosim kapelet edhe jemi në rregull. Të shikojmë si janë veshur të zotët e shtëpi Stefan. Wir sind enttäuscht. Wo ist dein Outfit? Kusch hast du? Kranwasser für dich, ist das auch okay? Sag eine Zauberwort. Wingardium Leviosa. Wo ist dein Zauberstab? Wo ist mein Zauber? Oh nein! Handa. Sag eine magische Zauberwort, Jessie. Wingardium Leviosa. Ja, das. Drejka po përgatitet, kemi një qiell, gulash, edhe këto janë të mjat. Tregojmë Hermiona, hi Hermiona. Warte. Da oben ist eine Leviosa. Oh wow. Po ju tregoj pak të dhomën. Shikoni, çfarë jastëku me dhëmë. Këtu janë komplet kapele dhe gjërat
filmave. Koni, shkop magjik. Këtu po gatuen helmet. Edhe këtu, shikoni, Harry Potter dhe shkolla e ku bësh Harry Potter. Ah, das hier ist für die Liste, ne? Ja, Cool. das geht aber nicht, glaube ich. Geht nicht, Jesse? Das ist für die fliegenden Katzen. Die hat richtig die Bücher in. Also, du hast ihn auf Deutsch, oder? Genau, ich hab's gefunden. Oh, scheiße. Moment, wo ist denn der Zauberstab? Das hier? Abracadabra. Three people. Not 3 people, 4 were there. Wow, magic! Und dann da. Wo gibt's noch? Da. Magic! Zauberei! Ich noch den Kamin anmachen, Alter. Zauberei! Ist euch zu kalt hier oben, zu warm? Nee, 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 nee. Perfekt. Mach gleich ein Feuer. Nicht? Perfekt. Ich gehe mal. Ah, Sara, trego outfity. Треговине. Dragovan, yes, it's Ah, okay, na fine. Okay, okay. Gryffindor, ich habe es schon immer gewusst. Im Herzen bin ich doch ein Gryffindor. Përshëndetje nga dita tjetër, dje e kaluam shumë mirë, ndenjëm deri në orën 11 të natës edhe u bë atmosfera aq fani sa unë harova telefonin dhe shijova momentin, sepse mbase mund të jetë për disa kohë fundjava e fundit që kalojmë kaq gjatë edhe kaq pa shqetësime me shokët tanë, duke qenë se më vonë do jetë një fëmijë i vogël aty që Luke. Çfarë bën mo? Budalla. Një fëmijë i vogël që ka nevojë për ndihmën tonë, për kujdesin tonë. Sot është e hënë. Mbasi do ta publikoj videon të sot dhe shikoni njerëz, nuk e di a duket aty, po mua nuk ka rënë barku poshtë. Më thënë e kisha këtu sipër, kurse deri tani, shikoni, këtu është bosh. Nuk ka asgjë. Dhe barku vjen këtu poshtë. Inshallah. Qa të bi pak më parë, që mos më duhet të shkoj ta bëj më operim, duke qenë se bebi është pak i madh, dhe po erdhi tani 2 javë më përpara, nuk do marrja të peshën e 2 javëve të fundit. Kështu që shpresoj. Tani thash ka pak që ka pushuar shiu, edhe unë dua të shkoj të bëj ecjen time që nëse bebi e ka ndërmend, mos t'i japim asnjë lloj mundësie të mendoj ndryshe. Kam veshur një palë pantallona, streqe, 7 zanje, mi ka dhe një shoqe këto, deri këtu, e një këtë bluzën, dhe po mendoja, me qenë se bie shi, dhe këte po vjen dimri, do vesh këto çizmat. Do shkoj të bëj ecjen, edhe të bëj edhe adetet e mia. Mbase do ble diçka që më duhet për të gatuar për në darkë, i kam shumicën e gjërave, po më duket më mungon vetëm parmigiano, diçka e tillë. Dhe tjetër, duke qenë se kam përshtypjen që bebi ta vi shumë shpejt, nuk e di. Të shkoj një herë te dyqani, mbase ti blej ndonjë gjë, nuk e di, kam dëshirë të blej diçka për beba sot. Dhe po mendoja, mbase të dilja edhe pak për shopping, që të shtyja ditën. Dhe nesër kemi takim me ginekologun ku do vendoset për shembull. Janë shenjat që bebi po vjen. Do shkojmë të bëjmë inicimin e shtatzanies, pra me simulim, po që se bebi është rritur shumë, po që se bebi nuk është rritur, do ta presim. Do lëm takim për operim, do me thënë jemi shumë afër marrjes së një vendimi nesër. Nuk vishën të kurqyzojmë gishtat. Edhe le të nisemi, do ju tregoj çfarë do blej. Më ngadalë se sot nuk kam ecur në asnjë ditë tjetër. Sot avash, se ndjej një presion shumë të madh. Edhe që kam vërtet shumë e rënduar sot. Nuk e di nëse ka ndonjë domethënie. Inshallah. Por edhe pak edhe arrita tek dyqani, të shikojmë një herë disa gjëra për bebin. Kot se kam qef, jo se më duhen. Dhe pastaj duhet të printoj edhe diçka. Dhe po shikoj këtu që kam dhe një dyqan, Deichmann,
që është dyqan këpucësh. Edhe duke qenë se është fundi sezonit veror, mbase kam fat edhe gjen ndonjë sandale të lezetshme. Kështu që do shkojmë edhe aty një herë. Më ka hyrë qefi sot të prish ca lek. Nuk e di pse, por duke qenë se, okay, e di. Nena ishte prishur lavastovilja. Edhe pretendonin që nuk do rregulloj më dhe po mendonin me Stefanin, okay, po bënim llogarit. Gjetëm një lavastovilje për 700 euro dhe edhe transporti bashkë me instalimin shkonin te 900. Kur erdhi sot servisi për ta parë, tha që thjesht është bllokuar pompa nga një 2 xhama edhe e rregulluan për 99 euro. Kështu që kur seva atër këto lek, kjo është llogaria ime. Do harxonim 900 euro, harxuam 99. Kështu që kemi pak mundësi unë edhe baby të prishim pak lek sot. Kështu, një jetë kemi. Ky dyqani këtu më pëlqen. Shumë nga ju më kanë thënë jo, po nuk i ka të mira. Mua më duken shumë të mira, më pëlqen cilësia dhe më pëlqen cilësia në përpjesëtim me çmimin. Sepse baby nuk është se do i blem rroba tani që do i veshi për 10 vite, ai për 3-4 herë mund t'i veshi, kështu që pse të harxojmë kot. Kështu që inshallah gjendë një gjë të bukur. Pas kam filluar zbukurimet e vitit të ri. Shikoni. Ja dhe këtu pas kemi ulje, shikoni. Shenjat e tabelave të kuqe. Futemi punës. Gjeta diçka shumë cute. Nuk kam mbaruar akoma. Po i bie nga ana tjetër sa pas ka shumë njerëz nga që ka ulje. So cute. €10, so cute. Sa që atë bukura dhe për gota. Nuk na duan. Gjeta gjërë ka shumë të bukura. Pse kam përshtypjen sikur e kam këtë në shtëpi. Nuk e di. Mora vetëm kështu overall. Mora një muselin, një kështu për ta mbuluar, të lehtë. Mora këto streçkat. Për këto këpuckat si jam e sigur se kam në shtëpi, po e le. Okej, marri një herë këto. Habesh. Vlerjet, disa vlerje për babyn i mbarova. Shkova edhe për të printuar dokumentin. Është një certifikat e Stefanit që ka bërë një një weiterbildung, pra një specializim do ta quaja në profesionin që është, edhe doja ta printoja si karton të bukur, por te dyqani i drogerisë nuk kishte që të printoja vetëm me letër, kështu që do shkoj në një vend ku printojnë tamam këto dokumentat. Po fillimisht do shkojmë te dyqani i këpucëve. Këto ka që kam blerën që në verë. Shajnë brenda. Për të më pëlqyer, po më pëlqejnë vetëm këto. Kanë dhe 30% ulje. Po shikojnë sa pjesë janë që këtu. Imagjino ti marrë këto. Nuk e di. Kurse çizmat që kanë modeli është shumë të bukura janë nga këto. Kambalët nuk më pëlqejnë fare. Nuk pas ka gjëra, i kanë hequr gjërat e verës. Unë desha ndonjë palë sandale. Nuk e keni iden se si ndryshon kjo koha këtu në Gjermani, domethënë tmerr. Unë nisa kisha veshur të zeza edhe trikon siç e pat. Tani është temperatura 30 gradë. Në mëngjes binte një shi, nuk e di që t'ju them, e tmerrshme, i tmerrshëm. Tani erdha këtu, po nxjerr këto rrobat e baby që të marr çantën dhe do shkoj në supermarket.
gjërat që bleva do t'ja u tregoj të gjitha në shtëpi. Do shkoj në supermarket që të blej disa gjëra që më mungojnë për të bërë ushqimin gati kur Stefani të jetë në shtëpi. Po duke qenë se e kam një qese të madhe në makinë, mendova pse të shkoj me duar bosh dhe të blej edhe një qese që do na duhet ta hedhim pastaj dhe të prodhojmë kaq shumë klera për mjedisin. Erdha te makina, duke qenë se shumë afër supermarketit, po edhe përfitoj që rriten hapat e mia. Kështu që po I le këtu të gjitha gjërat, po marr vetëm qesën bosh me kuletën edhe me çelësat. Edhe shkoj në supermarket. Dhe ju tregoj besoj edhe çfarë do gatuaj, po mendoja të gatuaja disa pasta me miell qiqre ose me miell, do ta shikojmë po mielli I qiqres është mielli më I mirë që nuk ka karbohidrate, duke qenë se unë jam duke bërë dietën, pra jo karbohidrate ka, po ka karbohidrate të mira, nuk ka sheqer, nuk ka sheqerna që trupi I përthith me shumë ngadalësi, siç është mielli I bardhë. Prandaj edhe të shkoj të marr makarona me miell qiqre, nëse do gjej, ose me miell bizeleje, nëse do gjej, po zakonisht I gjej te supermarketit e Kaufland. Pastaj çfarë kisha për të marr? Kisha për të marr djath cottage, që është ky djathi kështu si I but, si gjiz. Kam për të marr djath parmigiano që më mungon për këtë recetën. Dhe kosin, se kosin nuk e di. Në këtë shtatzani nuk e le dot. Mua nuk më shijon kosh se këtu në Gjermani zakonisht, sepse nuk ngjan fare me atë kosin që jam mësuar në Shqipëri, është ndryshe konsistenca. Mirë, po tani në shtatzani më e përdor edhe shumë për që ha tërshërën me frutat në mëngjes. Kështu që do e marr dhe atë, dhe do shikoj çfarë mund të ketë ndonjë gjë tjetër. Mbasi do t'i marr edhe mackave, Luk dhe Leas ndonjë snacks. Kështu që gati ikim. Ja, kështu është ora, unë vajti ora 1:30. Derisa të mbaroj te supermarketi, avash, nuk kam ecur asnjëherë kaq avash në jetën time njerëz sa sot. Sot është vërtet dita ku hapat e mia janë si një gjyshe në moshën 85 vjeç, me gjithë respektin për gjyshet, por shumë avashe kisha fjalë. Ose për një person që sa fëmijët e vegjël që sa po mësojnë të ecin, që ecin avash apo ecin shpejt ata. Nuk e di, domethënë shumë avash kam ecur në çdo rast. Pastaj do shikojmë si do ndihem. Do shkoj vërtet në qytet për të parë disa gjëra për veten time. Duhet të shkoj në fakt, sepse më ka mbaruar edhe kontrata e telefonit, e numrit. Edhe duhet të shikoj çfarë mund të aktivizoj, mbase marr edhe një telefon të ri që është me financim, pra që merret me pagesë mujore, dhe marr edhe telefonin më lirë edhe kontratën më lirë kur I bëj të dyja njerësh. Gjithsesi do shikoj si do më shkoj pas supermarketit, se tani që bëra këtë ecjen, erdha ula këtu o zoti I madh, domethënë sigur çlodha. Ikim në supermarket, do ja tregoj çfarë do gatuaj, do ja tregoj ushqimet, edhe më duket se më ka ardhur edhe një pako, do t'ja u tregoj edhe atë. Edhe kemi shumë gjëra. Sa po mbarova blerjet këtu në supermarket. Dhe do shkoj njerë në shtëpi, se jam shumë lodhë, nuk po ndihem aq mirë, që do dal direkt për shopping, mbase dal pak më vonë, kështu që do shkoj në shtëpi. Por, para se do shkoj në makina dhe në shtëpi, harova t'ju them që do blej një set për të mbledhur kulloshtër. Nuk e di si quhet e njerëzit, po të lopët e di që quhet kulloshtër, që është ai lëngu I verdh para qumshtit, që ka shumë vitamina dhe shumë proteina për fëmijën e vogël, sepse nuk I dihet kur të lind. Do lind me operim, do lind kështu, do kem qumësht, dhe kam marrë shumë ushtrime nga mamia, se si t'i bëj masazh gjoksit, që të dali dhe ky kollostra. Do t'ju lej një link poshtë YouTube-i, që është shumë I mirë gjithashtu. Edhe do shkoj të pyes në farmaci për të shikuar nuk kanë si funksionon shumë e rrallë. Kështu që do t'ja u tregoj edhe juve sapo të shkoj në shtëpi.
Tem pak delikate, por shumë e rëndësishme. Sa për erdha në shtëpi, isha shumë e lodhur dhe jam shtrirë ty orë të mira për të fjetur gjumë që nuk e bëj kurrë. Kështu që nuk e di. Do ju tregoj një recetë shumë të thjeshtë, të cilën ta bëj me kungulleshka. Duhet keni 2 kungulleshka, më shani 1,5, po unë nuk ha shumë për momentin, edhe kështu që besoj që 1,5 të mjaftoj. Spinaq të freskët ose të mbyllur që ta keni, po unë e kam të freskët, duhet ta pastroj se ca është prishur dhe këtë po mendoja. Ta bëja këtë recetën se do më prishej spinaqi dhe kungulleshkat nëse nuk e bëja sot. Të na duhet një kokër limon, edhe një hudhër e gjithë. Okej? Do t'i presim, pra po ndes një herë furrën, sepse do t'i pjekim, që të mbajmë sa më shumë nga vitaminat edhe të gjitha vitaminat që perimet kanë. Është gjithmonë më mirë kur i pjekim se sa kur i skuqim. Mira është t'jenë të freskëta, po. Të freskëta nuk kanë qenë më shumë kungulle. Kështu që do t'i prisni kështu si unaza. Edhe do t'ja u tregoj, do t'i vendosim në një tepsi, ose unë po i vendos direkt e kjo e sobës, do t'ja u tregoj më vonë, se nuk kam tepsi, ja çfarë. Edhe shkoj blej budalliqe. Kështu që prijeni shpejtër kungullin. Kungulli piqet kollaj, kështu që mendoj që receta nuk do më shumë se sa 20 minuta. Ndërkohë vendosni makaronat që të zjenë. Unë kam vendosur, po do t'i vendosë ja për pak. Okej, po përdor këtë vajin e ullirit. Dhe hudhra është shumë e rëndësishme. Kam filluar t'i hedh piper atje dhe harova të filmoj, kështu që kry. Piper. Kam mbaruar piperi. Dhe do ta fusim në furrë për 15 minuta, pak a shumë, derisa të jenë zbutur kungulleshkat. Kjo recetë në fakt është vegetariane, po unë duke qenë se Stefani do çdo gjë me mish, po përdor edhe pak mish të grirë prej pule, që nuk ka shumë yndyrë dhe ka proteina, që t'ja hedh sipër pastaj si topping. Mishi po skuqet. Që shikoni, kam hedhur dhe disa copa me bacon, prosciutto, dhe kam nga kjo prosciutta këtu e pulës, që t'i japi edhe pak shije. Kungulleshkat na janë pjekur, do i marrim dhe do i fusim këtu të gjitha. Kemi gjitha kungulleshkat këtu. Okej. Tani limoni do ta shtrydhim ose nxehtë. Hudhrën po ashtu do ta shtrydhim derisa të na dalë këtu. Po vendos dorashkat se shumë nxehtë. Pasi hodha të gjitha brenda, i kam hedhur tani edhe këtë djathin e but, cottage cheese, ose Körniger frischkäse, ose cheese, queni si të doni, dhe spinaqin. Kështu që tani le ta grim. Kjo është fillimisht salca, do ta hedhim në tigan dhe do t'i hedhim pak nga uji makaronave që na kanë ngelur për të bërë më. I hedhim dhe djath brana dhe i përziem të gjitha bashkë, derisa të na shijojë. Ky është përfundimi, na bëf të mirë.
Ju bëftë të mirë edhe juve, që do e provoni. Tani që sa po hëngra buk, jam gati për të fjetur prap. Gjithsesi, para se të flej, dua që ta mbyll videon duke ju treguar gjërat që bleva. E para punës për kulloshtër, unë mendova që kishte ndonjë set, mbas edhe vaj për të bëj masazh, po mund ta bësh me çfarëdo lloj kremi trupi që keni ose edhe me vajin që bëni barkun për shembull. Vajin që bëni barkun mund ta përdorni te gjoksi, të shikoni disa masazhe në YouTube, do ju lëm në description box disa faqe dhe disa video YouTube që ju tregojnë si ta bëni masazhin e gjoksit për të nxjerrë kolostrën. Dhe unë pastaj mora vetëm shiringa që ta mbaj. Mirë do kështë që të kisha marrë shiringa me kapak, po nuk kishte, kështu që unë shiringat janë 2 ml, ka marrë 5 sop, kështu që 10 ml besoj që janë okay, po i mblodha deri në ditën që do vi djali dhe do t'u shënoj datën kur e kam mbledhur dhe do t'i fut në ngrirje dhe pastaj do t'i marr në një qese në një qese termos që e mban të ftohtë, në një çantë të ftohtë, nuk e di si quhet tani, edhe do t'ja u jap atyre në spital dhe ato i futin prap në ngrirje që nëse do duhen për djalin, ja ku janë, do shënojnë në secilin prej tyre edhe datën, edhe do t'i mbledh me letër folje, me letër plastike, edhe inshallah i mbushim të tëra. Tani çfarë kemi bler për djalin? Është kjo overall i këtu që është me kopsa dhe me këto kopsa tuk që janë të thjeshta për të hapur, pra jo kopsa. Edhe besoj që edhe për gjumë ja vesh, po nuk e di unë do ja vesh kështu që të jetë bukur fare. I mora nga nuk e paska, por unë ka marrë për 3 euro. Këta pra 2.99 me ofertë. Shumë e bukur, shikoni sa materiali mirë është dhe është për 2 deri në 4 muaj. Zemra mamit. Pastaj mora dhe këtë, shko sa e bukur kjo. Kjo është me kopsa të këtillta pastaj, mirë po kjo është më shumë për të dalë, kështu që do mundohemi një çik, po do e veshim çunin bukur. Zoti më vdes për këto overallat dhe këtë e kam marrë nga çmimi 10 euro për 7 euro. Shumë e bukur dhe është shumë materiali shumë i mirë. Të pastaj e kam marrë për 4 deri në 6 muaj. Po, 4 deri në 6 muaj. Klija tjetër ishte po ashtu kjo overalli këtu. Dhe ky ka hapjen këtu poshtë me kopsa. Shikoni sa i bukur. Me gjepkat këtu, mraf pika se qa do fuzi ai në gjep, nuk e di unë, po. Ishte cute. Edhe këtë e mora nga 7 euro, ishte për 5 euro, tani e mora për 3 euro. Materiali është shumë e mirë pambuk, edhe ka edhe kopsa tek qafa, që kur t'ja fusim kokën, mos ta bezdisim shumë. Gjëja tjetër që mora, që në kanë 2 madje, apo një, është kjo mbulesa e muselinës, që është ky materiali këtu, që për shembull ja hedh gjatë ditës, që mos t'i hedhësh ndonjë ose te karroca pak, domethënë jo që ta bësh nxehtë, ose me këtë dhe e mbledh babyn kështu e bën siç është e barku, dhe janë mbuleska shumë të lezetshme që edhe po nuk e përdor, pastaj fut një të prerë dhe e mban për nap, për shembull kur vjen refluksi fëmijëve dhe nxjerrin qumshtin. Produktet e tjera mora 2 palgeta, azo 4 pal, streqe, me këmbka, me çorape, që ja vesh për shembull poshtë, i vesh edhe një badi sipër, edhe mbarove punë, edhe janë shumë të rehatshme për në shtëpi. Mora këto 2 boqelli, një blu edhe një gri. Kështu, çfarë më ka ardhur tjetër? Më ka ardhur një paket këtu. Nga një faqe. Nuk e di çfarë është. Do t'jetë ndonjë bashkëpunim nga Vlando. Nuk e di çka ka brenda tani. Do ta bëj bashkëpunimin, kështu që nuk po e hap për momentin, por duket sikur është një libër. Okej. Me shumë gjëra brenda që mund të bash dokumente. Se si do më duhet ta mbyll.
Edhe ta bëj videon tek bashkëpunimi të dhënat që ata do më shkruajnë, kodet e uljes e më të thash. Pak a shumë kjo është sa e bukur dhe këtë bëra një video sot me këtë, janë edhe pantalonkat poshtë. U zoti madh mezi po më pritet, domethënë. Unë kam përshtypjen që më ka rënë barku këtu poshtë. Dhe shikoni nga këtu, sipër nuk kam dyshuar fare dhe po ashtu edhe këtu jam shumë e dobët dhe barku vjen Okej, kjo ishte videoja. Shpresoj që ju ka pëlqyer. Nuk dola për vete sot se isha shumë e lodhur. Nuk e di nëse kjo do ketë ndonjë shpjegim. Mbase bebi po bëhet rrugës për të ardhur, inshallah. Dhe do dal nesër me një shoqe pas takimit të ginekologës ku do vendoset nëse do vazhdoj shtatzania normal dhe bebi nuk është rritur shumë ose ka qenë një gabim në matje. Do bëjmë inicimin e shtatzanisë pra me stimulim. Kjo është për ta vendosur nga unë ose dhe nga doktori. Apo do bëjmë operacionin cesarian. Nëse do ta marrim vesh dhe pas takimit me mjekën, mirë do ishte që të takoja një shoqe se e di që çfarë do, po mora këto 2 lajmet e fundit do më mërzisin pak, sepse jam duke përgatitur trupin tim kaq shumë, e duke e mbajtur me kaq të mira për ta përgatitur për lindje, sa do më duket sikur dështova. Por lindja cesariane besoj është më e thjeshtë, nuk të shkoj në dhimbjet e lindjes, kështu që çfarë do që të vendosin mjekët. Unë nuk kam asnjë plan në kokën time dhe nuk jam as pro as kundra asnjëres prej tyre, secila prej tyre është heroike për çdo femër. Dhimbjet ose janë para lindjes ose janë pas operacion, kështu që dhimbjet dhe punën heroike do e bëjmë gjithsesi. Kështu, unë po editoj videon dhe mbase e postoj edhe sot, ose nesër paradite. Ciao!